Vim në këndin e të ftuarve, tani do t'i kushtojmë këtë hapësirëkore pikërisht si ditës ndërkombëtare të poetikës. Prandaj në bisedë në studion e Vilës 24, unë sot kam të ftuar zonja Natasha Lankun, shkrimtare. Përshëndetje zonja Natasha dhe mirë se erdhët, dhe gjithashtu zotin Behar Gjoka, studiues. Përshëndetje dhe mirë se erdhët gjithashtu. Do të flasim pikërisht për këtë ditë. Le ta nisim sot i parë nga kjo ditë e përcaktuar nga UNESCO si dita ndërkombëtare e poetikës. Në fakt, poezia duke qenë perëndesha e fjalës, perëndesha para të cilës njerëzimi vazhdimisht është përkullur. Dhe mendoj do të përkullet sa kohë të ketë njerëzim, me të drejtë, UNESCO, para 14 vitesh, vendosi që poezisë, fjalës shpirtërore, fjalës magjike, fjalës që na sqiron nga terri, fjalës që na krijon shanse, do thosha, për të kuptuar se ende ekzistojmë si qenie njerëzore, vendosi që 21 marsin ta shpalli si dita ndërkombëtare e poezisë. Sipas atij mendimi, për 2-3 arsye. E para, për të promovuar gjuhët e ndryshme, të cilat nëpërmjet poezisë përsosen, ndryshojnë lëvizin dhe na çojnë, do thosha, te shansi i komunikimit. E dyta, për të risjellë dhe njëherë në vëmendje faktin që fjala poetike ka filluar si ligjërim gojor, pra shumë çka është treguar, është rrëfyer, është këngëtuar, dhe mandej kemi shkuar te këngëtimi në të shkruar, por këtu tani jemi në një moment që kthehet. Një ditë për poezinë është shumë pak, një ditë për poetët padyshim që është shumë pak, sepse nëse do të ketë qenie njerëzore, humane, qenie që herë ndjen nevojën të ketë një katars, është poezia ajo që na e mundson të shans, na mundson të bëhemi qytetarë. Në këtë kuptim ka një histori, do të thosha, edhe në mjediset tona, shumë kohë më përpara, është organizuar festivali Poeteka, që mëton të marrë, do të thosha, me një farë mënyre në thojza në mbrojtje poezinë dhe poetët, që krijon shanse për të komunikuar, megjithatë shanset e komunikimit janë shumë të pakta në lidhje me nevojën që kemi. Sepse unë nuk di që një televizion, një gazet të ketë lajm parë poezinë. S'paku ditën e sotme. S'paku ditën e sotme do të duhet që të përkulemi para kësaj perëndeshe e cila na mban si qytetarë në këtë botë. Po në fakt, se Natasha, në çfarë raporte kemi sot poezinë, edhe duke parë në aspektin tonë kombëtar në Shqipëri, edhe në raport me prozën? Truri elektronik, UNESCO, po truri kulturor, si thuar, që ka vendosur që çdo ditë e vitit ketë një kuptim. Një kuptim. Edhe shumë bukur që 5 lumturisë vjen poezia. Të dyja duken si absolute, kështu sikur nuk kanë lidhje me botën rreth e rrotull, duken si kur jemi në ca ishuj utopik. Mirë po, pa njeriu edhe kur se di, edhe kur është i pa shkolla atje në fund të një fshati, një djalë i ri që ruan dele ndoshta, edhe ai ka mënyrën e vet për të qenë poet, për të perceptuar dhe për të parë botën. Tani me këtë, pikërisht për këtë që pyetjen që më thoni ju, sigurisht që edhe poezia evolon, ashtu si që evolon jeta, por shpirti i njeriu gjithashtu është shpirt njeriu, është një gjë shumë e thellë, shumë njerëzore. Dhe poezia më tonë të shpreh pikërisht këtë. Po kjo nuk do të thotë që poezia s'ka të bëjë me atë jetën e përditshme. Unë kur kam parë në fillim terakotat e para të shkrimit në Mesopotami, u shgënjeva në fakt. Se unë e dinja me mendjen time, me që jam poete, që njeriu e ka krijuar shkrimin për të shprehur ndjenjat e veta. Kur terakotat e para ishin terakotat kur shkrimi i parë, mijëra vjet përpara, ishte për llogarit që bënin për taksat mbretërit. Bënin llogarit dhe nuk kishte atë para se të dilte letra në kin. Ishte një zhgënjim që Ishte një zhgënjim. Pse më thashun s'qen ka puna, të paktën shprehen në letër dhe ndjenjat e njeriu, s'ne pas kanë lënë e poetëve. Por kur vjen puna për meditim, për thellësi, për ekzistencë, për vrarje të mendjes, kush jam unë dhe çfarë raport kam unë
me juve tani, me Bearin, me atë fëmijën që është vrarë, me atë nënën që po qanë, të gjitha këto nuk mund t'i thot askush tjetër në mënyrë më të koncentruar se sa poezia. Po të flasim për sot, unë personalisht flas për veten time. Beari the këtu që sa mirë do ishte që poezia të botoj. Kur kam botuar unë kam qenë 16 vjeçe, kam qenë një korçare shumë e ndrojtur, inglezët nuk flisnja dot se kisha vetëm letrën. Dhe poezia ime e parë është pikërisht kjo e para. Besimtari ka uratën, unë te fleta ZRFM, vetë pregatit uratën nga e cila shpesh gënjehem. Ishte koha që të duket çudit ashti që unë pas kam përdorur atëre fjalën besimtari, po le të hapin edhe ta shkojnë. Është kështu siç e thua. Sepse ne ngadonjëherë e standardizojmë gjërat dhe e mendojmë se kjo në këtë epokë është kështu ose në këtë epokë është ashtu. Shpirti i njeriut nuk ka epoka. Lidhja me natyrën, me padrejtësinë, me të zezën, me të bardhën, është në çdo epokë dhe njeriu ka lidhje direkte. Por në moshën time, tash të flas, mua më bën shumë herë pyetje. Shkruam poezi akoma? Sepse nganjëherë mendojnë që poezia mund të shkruaj varet me moshën. Po të kisha rënë në dashuri, edhe të isha shkruan poezi. Dhe mund të kisha shkruar edhe t'ia dërgonja dashnorit tim ato 2 vargje. Në moshën time sigurisht poezia ime nuk mund të jetë më poezia e Natashës 16 vjeçare. Atje ishte një proklamim i vetes time. Sot, po unë mendoj edhe në përgjithësi për poezinë botërore sot, se shumë e pjekur poezia e sotme, është një zë shumë më i brendshëm. Domethënë, është një sikur flet me veten tënde, me unin. Me unin tënd, me veten tënde, është shumë më murmuritës, ndoshta shumë më i brendshëm, por është i atij njeriu që ka qenë. Unë vetëm kohët e fundit ka marrë pjesë në një antologji botërore, të poezisë botërore. Më shkruhet një letër një poet amerikan, dhe përsëri më zgjoi nga gjumi, thot, Natasha, po bëj një antologji të 200 poetëve të brezit pas luftës. Dhe mendoj të përshëshon, thashë sa mirë, e ka kategorizuar shumë bukur një klasifikim, që nuk mund të jetë një brez i njëjtë me një brez tjetër. Çdo njeri ka zërin e vet, ka format e veta. Sot për mua duhet sigurisht që poezia e re e sot me shqipe, që vazhdon të kultivohet, ka gjuhën e vet, ajo që është e rëndësishme të komunikohet, të mos humbur komunikimin. Po mirë, duke marrë spuntë dhe pikërisht nga kjo që sapo thatë, sot i Behar, në fakt, ne kemi 2 breza të ndryshëm poezis. Kemi brezin e para viteve 90 dhe poezin pas viteve 90, që shpesherë është shkruar se kjo poezi ndoshta ka shprehur më shumë atë pjesë të diktaturës e jetuar aso kohë. Ja, më falë, unë e kam kritikën këtu. Do t'i them, unë poet e kujt breze jam? Po mua je poet e shekullit të 20 dhe 21. Edhe se, e kam fjallën këtu. Unë kam qenë kulmi i tim, i renis time, unë kam qenë 36 vjeç. Nuk më të më thuash mua tani, ose jo mua, po ta sejmë Sadik Bekos. E flasë për brezin tim, vroj një qik edhe brezin tim këtu. Pa tjetër. Kemi poet të jashtëzakonshëm të brezin tim. Por nuk mund t'i ndash, i ndanë për efekte studimore dhe epoka. Nuk e di, unë do të thoja që leximi i poezisë me breza në kuptimin studimor dhe ka kuptim. Për klasifikim. Thjesht për klasifikim kohor. Leximi i poezisë, unë do të thoja që tek e fundit është teksti ai që na jep çelësin, na thot çfarë tha në një kohë të caktuar dhe çfarë mungoi në një kohë të caktuar. Duke respektuar pyetjen, jemi në një moment që në fakt 90 shënon një kufi pak të qartë të ndarjes së konceptit mbi politikën, të konceptit mbi shoqërinë, të konceptit mbi kulturën, mbi artin, edhe mbi poezinë. Megjithatë, unë do të thoja, duke qenë njohës, aq sa unë njoh poezinë shqipe të këtij momenti, poezia shqipe është poezi bashkëkohore. Ndarja para apo pas është çështje e një identifikimi që të them drejtën deri tani askush nuk e ka bërë të qartë. Sepse të ndryshosh temën, domethënë nga temë pro
një pushteti, me temë pro një pushteti tjetër, nuk është se jemi çliruar ende. Unë vere që ne flasim për dallim, por në fakt ka vimësi. Ka vimësi në mjetet shpresë, ka vimësi në fjallësi, ka vimësi në atë përpjekjen për të komunikuar. Është bërë pak më e lirë poezia, ose unë po them tek e fundit një mendim personal. Mua më duket që poezia e brezit të Leshanakut, të Tufës, të Lekës, të Çollakut, pa mos të numëroj emrat sepse do ngatrohemi me... Pra, e këtij brezi duket më e lirë. Kur them duket, do të thotë që ndoshta mbetet për të verifikuar se cila është ajo hapësirë e re që kanë sjell. Në kuptimin tematik kanë sjell, në kuptimin estetik problemi është mjaft i diskutueshëm. Pse është i diskutueshëm? Është i diskutueshëm sepse ende ne nuk kemi të zbërthyer idenë cili është kontributi Fatos Arapit. Për shembull, nuk e di, a ka ndonjë poet tjetër për detin që të këndoj kaq bukur sa Fatos Arapi? Nuk ka poetët më të mëdhenj të letërsisë shqipe. Ende nuk kemi pronëzuar dhe hipotekuar poezinë e Martin Camajt. Ende nuk kemi hipotekuar poezinë e Frederik Reshpes, etj. Pra, kur hymë në detin e poezisë, secili do të notoj në fuqinë e tij. Dhe kështu them në fuqinë edhe si shkrim, edhe si lexim. Duke pat jo privilegjin, po madje sikletin dhe vëshësinë që çfarë ndodh me poezinë. Poezia shqipe shumë mirë që shkruhet ende, sepse ka mjedise që pothuajse e kanë braktisur. Por çfarë ka ndodhur realisht me poezinë shqipe të këtij momenti? Poezia shqipe po komunikon poetët me njëri tjetrin. Poezia shqipe po humbet lexues. Ky është problem në vetë. Unë do të thosha këtë. E kanë frikë njerëzit poezinë, nuk e di pse. Si asaj ai djaloshi që ka frikë kur bien dashuri me ndonjë vajzë, të bukur, e bukur është çdo vajzë. Edhe nuk guxon t'i afrohet në fillim. Që një njerëzore ndodh që të kompleksohet. Edhe mendoj që kjo s'be, ky largim nga poezia është një frikë për t'ju afruar. Është më rahat njeriu kur zgjidh vetëm punët e tij utilitare, do ve të blerë qumshin, do ve të hapë çelësin e garazhit, edhe t'i afrohesh poezisë nuk ka kohë, Janë pak të nuk ka friguar guzim, nga poezisë. është e mbel për mendimin Po, tim. ndërkohë, zoti Behar, zonja Natasha, si që ndrojmë në nivel me prozën? Unë do të thoya konstatoj, jo me garanci të plot, po mbi aq sa unë kam lexuar, që poezi botohet më shumë, padyshim më shumë. Po lexojmë më pak. Jo, botohet më shumë dhe unë do të thoya që botohet dhe nga ata që kanë qenë në fillesa poet, dhe për një arsye për një tjetër kanë vajtur te proza, botohet dhe nga ata që kanë mbetur vetëm te poezia, botohet dhe nga ata që janë në fillim fare, ndërsa proza dhe mirisht konstatoj që tregimi sa vjen dhe po fshihet nga ekzistenca. Dhe duan nga këto historitë të gjata etj. Të tipit novelistik, të tipit do thosha Daniel Steele, etj. Është e drejtë të shkosh ku të duash, po problemi është që në këtë moment, për mua proza shqipe po përjeton dy problematika. Duket sikur proza e dëshmisë, do të thonë kur kemi qenë burga, kur kemi qenë etj. Është barabartë me prozën letrare, është prozë dokumentare. Duke qenë prozë dokumentare, aty është më thelbësore vërteta se sa shenja estetike. Janë disa libra, nuk ka rëndësi për t'i përmendur, që kanë marrë madje çmime si kryevepra. Edhe janë dëshmi të cilat kanë vlerën e tyre. Kryeveprat letrare duhet kërkuar edhe te letërsia jo dokumentare. Por për hir të vërtetës, janë votuar romane. Kujtoj këtu kërkoj ndjes. Është një roman Mozarti vjen me Vonesi Bashkim Shehut. Merret me diktaturën, nuk gjejmë fare diktaturë, gjejmë art. Pra, ka shans të lëvizim në kahjen e estetikës, sepse në fakt, në qoftë se në atë sistem na detyronin se si të shkruanim, si shtuhet, tani nuk na detyrojnë, por ne shkruajmë vetë si e duan.
Dhe ky është një problem që liderësia të jep haraci. I përshtatemi asaj se çfarë kërkon tregu në një Shiko, farë. e thon pak më troç, unë konstatoj që realizmi socialist i djeshëm është zëvendësuar me realizmin demokratik të sotëm, që do të thotë, po të kishe atëherë bindje në shërbes të një sistemi dhe po të kesh tani bindje në shërbes të një sistemi që në fakt nuk është i njëjtë sepse është plural. Pra, poezia duhet pranuar plurale. Poezia duhet pranuar jo vetëm aty ku janë çmimet, po dhe aty ku nuk ka fare çmime. Poezia nuk dihet se ku flet. Poezia mund të jetë një tekst që është në sirtar. Dhe në këtë kuptim, homazhi në ditën e poezisë duhet të jetë në mbrojtje të poezisë dhe jo të poetëve. Është poezia që mbetet. Nuk e dim a ka ekzistuar tek e fundit Homeri apo jo, por të gjithë dim se Iliada dhe Odiseja shtroi rrugën e qytetërimit të sotëm. Zë Natasha, si ndjeni ju këtë raport sot? Unë mendoj kështu që kjo ditë e poezisë që duhet të falenderojmë vërtet UNESCO në fakt që e ka shpallur. Nuk e di nëse festohet. Kemi pasur dhe ne ditë poezie me tetorin e Naimit, ndoshta mund të bëhet edhe për migjenin tuaj që e keni studiuar. Unë mendoj kështu që mundësit janë të pafundme për kontakt me poezinë. Çuditë me jetën e bibliotekave shqiptare, të gjithë janë njerëz që sot nuk e di sa studentë, sa mirë studentë janë njerëz që studiojnë jashtë shtetit, por edhe nga institucionet ku punojnë. Vetëm sa biblioteka Shqipëria, sikur të organizoj pafund lexime. Qoftë edhe me 10 njerëz të vend, të dëgjojnë poetin vet. Është një lexime të hapur. Është një praktik botërore, është jeta e gjallë kulturore e njeriut, kontakti me tingëllimin, me vargun, qoftë edhe me leximin e disa faqeve roman. Juve përmendët bashkimin, që ishte këtu. Po, në të gjithë botën është një praktik që leximi nuk ka humbur, edhe kontakti direkt. Këtu ka humbur, këtu kemi tërë bibliotekat. Këtu kemi sa biblioteka kemi që janë nga të bashkive ose që biblioteka këtu kombëtare. Këtu duhet ketë nuk ka pse mos ketë gati për ditë, nuk i pris se është vend publik, i vetmi vend që nuk paguan as edhe atë taksën e famshme. Por megjithatë kjo thot që edhe një pronar i një hoteli e bëjnë me shumë qejf shqiptarët. Nuk ka se bën një pronar i një që ka një hall të organizohet ka organizime shumë të vogla në fakt. Brëmjen e Mimoza Ametit ose Silva Plak. Unë jam shumë e lumtur që dora më vete në fillim të letërsim botërore, edhe sot, miqtë që mi dërgojnë të poetet gra, dhe vetëm të shofër sot poezin botërore, për flasë për poete japonezet sotme, bilesve të apin ata që janë të interesuar, dhe thua, dërmë, qërë është kjo poete japoneze? Sa gjërat bukura zbulon njeriu, qarë bot, qarë kontakte, qarë shqetësime, sa afër e kanë me allin e njeriut. Ne jemi lodhur pak, sepse ne jemi, po të flasë direkt, po të bëjon të një poezi direkt për një ngjarje konkrete, pikërisht do më pengoja ajo që ne më përpara, më duket si një gjë e mbetur nga e kaluar e socializmit. Dhe ne kemi frikë t'i afrohemi, po të flasëm sot që duhet t'i afrohemi realitetit. Mua më thonë, pse ku jam unë? E vërtet është, tu kanë ardhur poetë amerikanë dhe kanë lexuar brenda ambasadës amerikane, kanë sjell enkas miqtë e letërsisë, ta shofësh atë sa bukur lexon dhe sa bukur komunikon me të problemet e sotme. Ne duhet të luftojmë të bëjmë leximin, dhe s'ka pse mos e bëjmë leximin. Nuk ka pse ne në këto faleminderit që juve emisione. Po në një natë ta mbyll një televizion me një lexim e ka pasur duke të raj njerë në fund. Vetëm një poezi para se të mbarojë programi, vetëm me një poezi qoftë të lexuar, qoftë të mbyllet, është një gjë për kryer. Është një kontakt, një bashkim i madh shumë i bukur njerëzor. Kam përshtypjen se do të jetë një pasurim i madh për gjithë ata që do dëgjojnë edhe një le të themi një shtysë re drejt poezisë. Më vjen shumë keq që më duhet ta mbyll bisedën në fakt, kohën nuk e ndjeva se si rrodhi, megjithatë jam në përfundim të kohës televizive që kishe parashikuar për këtë bisedë. Besoj që do t'i lëm me hapësirë edhe një herë tjetër poezisë. Poezia flet dhe kur s'ka kohë.
E bukur kjo. Mirë, miqtë e mi, ndahemi këtu me pak hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në studion e Vilës 24 me një tjetër temë.